Qa mendimi ke ti për Mimoza Ahmetin? Që është kjo? Që është kjo? Si një Mimoza Ahmetin? Jo. Është një autore, shkrimtare, poete. Për në lini ratën, se atje e kam mendin unë të lexoj libra dhe poezira. Është tu te femra VIP. Po mire le ta ketë. E shqiptar Shqipëria nga çdo natë. E paçi me jetë. 500.000 veta. E paçi me jetë. Është viral njëri kështu që. Po mire ba. Po shkon që është njëri shumë i thjeshtë, domethënë ta thash. filtra pa gjëra, kështu ta thot troç. Kemi drejt për drejt si puna jote. Po mire, shumë mirë. Shikur që pas kemi njerëz. Ta thash njerën aty që kur më theti mua që njerëzit po qajnë për Fatos Nanon. Unë të thash... Jo, se majme që the. Unë të thash që kanë qeshur shumë për ta kanë nevojë të qajnë një qikë. Njerëzit po merren me budallëvi gjëra, nuk merren me gjëra kryesore. Nëse ajo goca unë se njoh, se kam dëgjuar, tash po dëgjoj sepse siç të kam thënë, unë s'kam as televizor. S'ka rëndësi. Unë nuk kam kohë të merrem me këto, unë merrem tërë ditën o me gatime, me pastrim shtëpis, me pastrim të vetes, me pastrim domethënë me më të domosdoshmet dhe natyrisht me një mal me letra që më vinë e që duhet t'i kthej. Unë studioj ligj. Do të sugjeroj të merresh edhe me Mozën në Engjëll, se do të ndryshosh një qasje tjetër për jetën. Faleminderit. Për njerëzit që tradhojnë, që përballen gjithë tani. Faleminderit. Fredi Ramon. Engjëll, të përshëndes. Faleminderit shumë. Miq, në respekt të asaj Mozës që unë nuk e njoh, nëse ajo është, si thuaj ti, një njeri që... Është i drejtë për drejtë, pa filtra fare. Shumë bukur, bujrëm, kështu i duhet Shqipërisë. Unë e uroj më të mirën nëse është kështu siç duhet ti. Meqense po e zjat, më thjesht e fundit, por a di çfarë bën përshtypje, se ne sot në këtë ditë ku kemi arrit, domethënë ne jetojmë për të jashtmen, për atë, për të duk. Ju jetoni për të jashtmen, jo. Ne e them tërësime tani nuk e di, atë njerëzit e gjykojnë. Ashtu se unë s'mund të them për veten që unë. Është e vërtet që shoqëria në përgjithësi moderne, ashtu quhet moderne. Jetojmë për të tjerët, si të më shohin. Po pra, është show. Po. E kupton? Ndërkohë që ne kur jetojmë pa them ne, unë dhe pjesa tjetër. Kur jetojmë për këtë, po na pëlqen modeli i Mozës, që është e thjeshtë dhe jeton me të brendshmën. Shiko këtu. Dëgjoni një gjë këtu. Ne jemi shkëput nga e brendshmja. Dëgjoni këtu. Kënaqemi me të jashtëm, na pëlqen e brendshmja e saj. Nuk ka gjë më të mirë për njeriu në përgjithësi, përfshirë dhe shëndetin e tij, për njeriu që merret komplet me jetën e tij në mënyrën më normale të mundshme, domethënë në mënyrë më të sinqertë me veten e vet. Ajo ka zgjedhur të jetë sinqert me veten e vet. Nuk ka gjë më të mirë në këtë botë. Dëgjojmë.